Të hënën me fillimin në orën 20 në Pallatin e Kulturës në Tetov do të shfaqet komedia Kuzhinat. Me këtë, Teatri i Tetovës vjen me premierën e tretë për vitin 2015. Bëhet fjalë për komedinë Kuzhinat të autorit londinez Aljan Boskoborn, e përgatitur për skenë nga regjisori kosovar Ilir Bukoshi. Shfaqja Kuzhinat ndodh përgjatë 3 kështjellave në kuzhinat e 3 çifteve Sydney Hopford, një tregtar ambicioz dhe gruaja e tij Binur Jane, arkitektit dhe kurorshkelësit Jeffrey Jackson dhe gruas së tij të dëshpëruar Eva, Ronald Brewsterit, bankiere dhe gruas së tij alkooliste Marion. 3 çifte renditen nga klasa punëtore tek ajo e lartë. Shfaqja është ndërtuar për rreth dhe në mes të klishesë së vjetër kritike se farsa dhe tragjedia janë thjesht dy anë të kundërta të njëjtës monedhe. Derisa fatkeqësitë grumbullohen, paniku identifikohet dhe marrëdhëniet shoqërore shpërbëhen, aq më shumë audienca qesh. Por në çdo moment do duaj vetëm një shtyrje e vogël për të rrezuar të gjithë situatën kokë poshtë në moment llatarie. Ajo që e bën shfaqjen për të shpërblyer është se përkundër gazit grumbullues gjen një ndjenjë mjaftën pret të dhembjes dhe trishtimit njerëzor. Skenografia është përgatitur nga Petrit Bakalli, kostumet nga Vesa Kraja dhe muzika nga Idris Ahmeti. Rolet në shfaqje i luajnë Adrian Aziri, Azra Sallahi, Gjevdet Jashari, Linda Shabani, Bleri Mismani dhe Sabina Memishi. Premiera e shfaqjes do të jetë të hënën me 21 shtator 2015 ora 20 në sallën e Teatrit të Tetovës. Teatri i Tetovës në fund të muajit shtator, gjegjësisht më 28 shtator deri më 3 tetor 2015, është një koqiri i Festivalit të Teatrit të Tetovës 2015, në të cilën do të prezantohen 6 trupa teatrale nga Maqedonia, Kosova, Shqipnia dhe Bullgaria.